Arsim A. Bajrami, Malli I Djemve. Analizë e shkruar nga profesor Zymer Mehani. Posa të lexojmë tekstin e kësaj kënge, vërtet se do të përjetojmë një ndjenjë, një histori të vërtetë, një dhimbje, një krenari që lind prej zemrës së një babai artist, siç është autori Arsim A. Bajrami. Kjo këngë nuk është thjesht një krijim artistik. Ajo është zëri një prindi, zëri I një pragu, zëri një shtëpie, zëri një zemre që pret çdo ditë. Autori I këto vargje nuk I ka shkruar me laps, I ka shkruar me copë za shpirti, sepse djemt për të nuk janë veç personazhe poetik, por ata janë gjaku I tij, janë drita e syve, janë ata për të cilët zemra I rrah në secilën ditë të mallit. Nëna, simboli I pritjes së shenjtë. Teksti hapet me figurën madhështore të nënës. Nana ulur rinte dera. Kjo nuk është një nënë e zakonshme. Është nëna shqiptare, ajo që e ka pritur burrin për të kthyer nga lufta, djalin për të kthyer nga kurbeti. E ka pritur epokën të ndryshojë, por kurrë s'u lodh së prituri. Autori e sheh nënën e tij, por edhe nënën e djemve të tij, pra bashkëshortën si simbol të gjeneratave që e kanë përjetuar mëlgimin, jo si fat personal, por si fat kolektiv kombëtar. Pranvera vjen, por asgjë nuk guxon, brenda saj pa djemt. Në prag ajo mbetet si roje e shtëpisë, si roje e shpresës. Besiana, motra që mban plagën e brendshme. Edhe pastaj vjen Besiana, vajza, motra, në fakt, bija autorit, ajo që rritet mes kujtimit të vëllezërve. Në sytë e saj autori sheh boshllëkun që lë largimi, sheh mungesën që nuk mbushet me asgjë. Besiana nuk është vetëm një emër. Ajo përfaqëson çdo motër shqiptare që rritet duke pritur të dëgjoj hapin e vëllait në obor, por në vend se të tij, dëgjon vetëm erën që vjen nga larg. Autorit I dhëm ky mall I vajzës së tij më shumë se çdo fjalë. Ai e sheh plagën e mallit në sytë të sbies, e ndjen, e përjeton bashkë me të. Qarshia, vendi ku ngjallet kujtimi. Për një moment autori e gjen qetësinë mes shokëve të bijve të tij, në qarshi, në zemrën e qytetit. Aty shoku bëhet vëlla, fjala bëhet ngushëllim, një përqafim e lehtëson shpirtin, sepse malli I prindit nuk hiqet, por lehtësohet për një çast. Në shok të bijve ai gjen forcë, në kujtime gjen jetë, dhe në përqafim të tyre gjen një lloj ngrohtësie që ja zbut dhimbjen. Kulminacioni. Hidhma një babai. Vargu më I fortë I gjithë këtij teksti është ai që del prej thellësisë së një zemre prindi. Ma kanë marrë zemrën e veti, mallkuet qoftë për jetë gurbeti. Nuk është mallkim ndaj djemve kurrë. Është mallkim ndaj fatit që e mori larg, ndaj rrugës së gjatë, ndaj pamundësisë për t'i pasur pranë. Këtu flet autori apo vet babai. Babai që I ka rritur bijtë e tij, I ka përdhelur, I ka përcjell me lot, e sot jeton me mall. Zemra e tij nuk është bërë prej fjalësh. Është e mbushur me dhimbje që flet drejt te ne. Fundi I shenjtë. Amaneti I kthimit. Teksti mbyllet me një uratë, me një dritë, me një dëshirë që është më e madhe se çdo dhimbje. Në zemër ruaj një amanet. Prap mu kthy në vend të vet. Ky amanet është prej babait për djemt, prej prindit për fëmijët,
prej trungut për degët e veta. Vendlindja nuk është thjesht tokë, është rënë, është gjak, është dielli që ka nxehur fëmijën e tyre, është hëna që ka ndriçuar netët e shtëpisë, është kënga që i ka rritur. Autori beson dhe e thot me shpirt se një ditë djem do të kthehen, jo vetëm fizikisht, por me zemër, me shpirt, me praninë e tyre. Malli i djemve është një monument i vogël artistik, i një dhimbje të madhe. Është një këngë që flet në emër të çdo prindi shqiptar, por është edhe dëshmi se dashuria e babait nuk ka kufi, nuk ka distancë, nuk ka kohë që e zbek. Arsim A. Bajrami nuk ka shkruar thjesht një poezi. Ai ka shkruar kujtesën e shtëpisë së tij, mallin e prindit, lotin e nënës, dhimbjen e motrës dhe shpresën e kthimit. Dhe prandaj kjo këngë nuk dëgjohet vetëm me vesh, kjo këngë dëgjohet me zemër. Malli i djemve. Nana ullur rinte dera, nuk u gëzu që erdhë pranvera. Në prag të derës ajo mbeti, ikën djemt, i muar gurbeti. Në sytë besjanës e shoh mërzin, kur si shen shpi vllaznin. Djemti mori vala e gurbetit, vendet huaja për të i detit. Sa herdola në qarshi, me shok t'lapjanit hjek mërzi, shok të besjanit kur i takoj, e hjek mallin e i përqafoj. S'pas ka njët gjamat vështirë, se me thanë djem t'jam të mirë, më kanë marrë zemrën me veti, mallku e qoftë për jetë gurbeti. Në zemër ruaj një amanet, prap mu kthye në vend të vetë, ku kanë lindur të parë tanë, ku kanë ze dielli me hanë. Këtë poezi e ka shkruar Arsim A. Bajrami. Në radion Kosova i Lirë dëgjuat Arsim A. Bajrami, Malli i djemve. Analizë e këngës shkruar nga profesor Zymer Mehani. Lexoi Arbon Çeriçi. Kënga e kurbetit nuk është kënduar tani, ajo gjatë është kënduar dhe asesi kjo plak të shërohet. Megjithatë, do të vi me zërin e tij të ëmbël një këngëtar që natyrisht në notat e tij, në pentagramin e tij, me tekste Arsim A. Bajramit e ka finalizuar këngën Malli i djemve. Vjen në promovim dhe në interpretim të kësaj këngë të mrekullueshme këngëtari i shquar Fatmir Berisha.